Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A të ka ndodhur ndonjëherë që pasi ke ngrënë të ndihesh i lodhur, pa energji, madje gati për të fjetur? Kjo ndjesi quhet përgjumje pas ngrënjes, dhe është diçka që ndodh më shpesh nga sa mendon. Pas ngrënjes, trupi ynë fillon procesin e tretjes, një proces kompleks që kërkon energji dhe përfshin lëvizjen e gjakut drejt stomakut dhe zorrëve. Si pasojë, mund të ketë një reduktim të përkohshëm të rrjedhjes së gjakut në tru, çka shkakton ndjesinë e lodhjes ose përgjumjes. Një tjetër faktor është lëshimi i insulinës. Kur ham ushqime të pasura me karbohidrate, trupi rrit prodhimin e insulinës për të ndihmuar në përpunimin e glukozës në gjak. Kjo insulinë ndikon edhe në rritjen e niveleve të triptofanit në tru, një aminoacid që ndihmon në prodhimin e serotoninës dhe më pas të melatoninës, hormone që lidhen me relaksimin dhe gjumin. Lloji i ushqimeve që konsumojmë ka gjithashtu ndikim. Vaktet e rënda të pasura me yndyra dhe karbohidrate kanë më shumë gjasa të shkaktojnë përgjumje. Nga ana tjetër, ushqimet e pasura me proteina të lehta, fibra dhe yndyra të shëndetshme mund ta zbusin këtë efekt. Edhe orari ngrënjes luan rol. Nëse konsumojmë vakte të mëdha në mesditë, kur niveli i energjisë natyrshëm bie, ndjesia e përgjumjes është më e theksuar. Kjo është edhe arsyeja pse shumë kultura e kanë tradit një pushim të shkurtër pasdite, ose siç njihet ndryshe siesta. Tani do t'ju tregojmë disa këshilla të thjeshta për të shmangur përgjumjen pas ngrënjes. Zgjidh vakte më të lehta dhe më të balancuara. Shmang karbohidratet e rafinuara dhe sheqernat e tepërta. Bëj një ecje të shkurtër pas ushqimit për të ndihmuar tretjen dhe për të rritur qarkullimin e gjakut. Ruaj një orar të rregullt të ushqimit dhe përpiqu të mos ha shumë vonë në mbrëmje. Ndjesia e përgjumjes pas ushqimit është normale, por kur ndodh shpesh dhe me intensitet të lartë, mund të jetë një shenjë një problemi më serioz, si intoleranca ushqimore, diabeti ose apneja e gjumit. Në këtë rast është më mirë të konsultohesh me një mjek. Duke kuptuar më mirë trupin tonë dhe sinjalet që ai dërgon, mund të marrim vendime më të mira për shëndetin dhe mirëqenien tonë të përditshme. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.